Sukses nuk do të ishte I mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi I fortë I të gjitha shteteve anëtare për të mbështetur resurinë e Shqipërisë. Nuk e di kush është skeptik. Mesazhi që kam për qytetarët e Shqipërisë është se kjo është fal punës suaj. Ne jemi kraj jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Deklaroi ndër të tjera komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Kos përpara kryeministrit Edi Rama, ndërsa më pas shtoi fjalinë që nuk çuditi askënd, por ndoshta nxiti vetëm xhelozi nga ministri Aspiro Pali. Tek Rama kemi një udhëheqës që si kthehet të shkuarës për të gjetur pretekst se diçka nuk bëhet. Tha Kos, teksa referoi hapjes së kapitullit të fundit të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Kos foli për sigurinë që ofron Shqipëria, madje shumë shpejt ajo pritet të vizitojë vendin ton për të kaluar në të vetmen udhë nga aeroporti ndërkombëtar I Rinasit, aty ku pak ditë më parë çdo delegacion mund të ishte prej plumave të krimit organizuar që vrasin dhe ikin në hundën e drejtuesve të policisë, madje me shumë raste në bashkëpunim edhe me ta. Dhe Kos që ende pyet se si ka skeptik për qeverisin Rama. Nuk duhet eci shumë gjatë për të kuptuar. Mjafton të shkoj tek zyrat pranë Olafit që urdhëruan ndërprerjen e fondeve të destinuara për bujqësinë shqiptare nëpërmjet IPARD, pasi pan abuzimin e madh nga uqërit e rilindjes, të cilës shyen çdo qindar që ka në letra, e cila ishte për buqërit dhe bjektorët në Shqipëri. Dhe nëse ecën në Tiranë për të ndarë ecurinë breslëndse të tij, me siguri Kos do të sigurojë një vakt dreke për të kuptuar se vjedhjet madje dhe fondet e Bashkimit Evropian bëhen nëpërmjet sallatës apo salcës së Kosit, siç është edhe rasti dosjes Beqa, me paratë e Saspak. Një shenjë respekti për minjojë dhe reklamimin e një Shqipërie surreale, Rama mund të shëtisë delegacionin e Bashkimit Evropian më nuk krye komisioneren Kos në Bregdetin shqiptar. Do të kalojë nga tuneli Llogaras, aty ku me një të rënd të lapsit zhduken mbi 50 milion euro. Brukseli dhe Soreli janë dy koncepte tërësisht të ndryshme, jo vetëm gjeografike, por mbi të gjitha konceptuale. Megjithatë, dy botë të ndryshme nuk ndajnë qëndrimin e përbashkët. Uji I Oqeanit Atlantik trazon më shumë se Kos. Washingtoni zyrtar ka një barierë të dukshme ndaj Ramës. Ka një vit që Rama nuk ka shkelur më në SBA dhe si rrallëherë në mbledhjen e OKB-s kryeministri nuk ishte I pranishëm. Mund të bëjë të qeshin vetëm me enturazhin personal me tru të larë, shpëlar dhe kaluar në centrifugën e Edi Ramës, por zyrtar teknicien të Bashkimit Evropian kanë tjetër qasje ndaj tij, duke mos ruajtur rast për etik politike, një qëndrim korrekt të çështjes së diskutimeve për hapjen e negociatave Shqipëri-Bashkimi Evropian. Komisionerja për zgjerim Kos dhe zyrtarë të tjerë me mandat të përkohshëm, përfshirë dhe ambasador, shohin një tjetër Shqipëri, ndonë se faktet tolerasin më shumë se çdo propagandë krijuar nga bindja surreale apo e blerë me të mira materiale. Washingtoni, Borrelli dhe Surreli janë vite dritë edhe më larg se parqet fotovoltaike.